dhe institucionet dhe popullata po të ngjidhe vetëm e vetëm për interesat e partive politike të gjithë pozitë opozit dhe këtë shpresoj e kanë të ditur edhe partitë politike, po edhe lëvizjeve vendosje që don t'i kapë gjitha institucionet e Republikës Kosovës. Zoti Elimi, ndërkësh, në thelb të gjithë kësaj krize qëndron edhe një pyetje shumë e madhe, pra për funksionimin e institucioneve dhe balancën e pushteteve në Kosovë, pasi kishim një krizë institucionale për formimin e qeverisë në Kosovë, më pas e cila prodhoi dhe zgjedhje të reja dhe tashmë rikthehemi me zgjedhjen e presidentes ose presidentit, e cila sigurisht ndoshta mund të prodhoi një krizë institucionale. A tregon ndoshta kjo krizë, zoti Elimi, se sistemi politik në Kosovë ka boshllëqe kushtetuese që mund të paralizojë institucionet në momentet më vendimtare? Po, ashtu fjalët që i thash më herët, nëse presidenta zgjidhet edhe këtë herë me marrëveshje politike apo çfarë dush t'jalojnë emne konsensuale apo pa librez partijake, si të qoftë, me konstituimin e qeverisë, kuvendit dhe të presidentes, të fillojnë grupet punuese nga të gjithë partitë politike dhe të bot amandamentimi i neneve që rregullon zgjedhja e presidentit mbas kalimit 5 vjeçar të ky që do të zgjedhet nga populli dhe dhe të heqën të gjitha dilemat dhe këto ngërsha politik ka ngërsha edhe në Kushtetutën e Kosovës dhe këtë e kalon qëllimisht për damën e kulaqit, për interesat partijake, personale të gjitha partive, pozitë dhe opozit, dhe jo rastisht ka mbetë çështja e presidentit, vetëm Kosova e ka, edhe Shqipëria e ka kështu me marrëveshje politik, të gjithë tjetër vendet e 4 Ballkan perëndimore kanë, Maqedonia e kanë nga Sovrani, Serbia e ka nga Sovrani, Malizi, edhe çështja e Bosnës e dim siç është atje e rregulluar, edhe besoj kjo e ka dëmtuar shumë reputacionin edhe të Kosovës, edhe çdo sen, edhe në arenën ndërkombëtare, po edhe në të brendshëm që këto po pësën në Sovrani, po pësën në shteti, buxhetit të gjitha vetëm e vetëm për epshet e tyre dhe për karrikën dhe për interesa personale dhe partijake. Qartë. Mirë, zoti Elimi, do të flasim ndërkaq edhe për konfliktin tashmë që bëndot në linjën e mesme, pra duke marrë këtu në këtë rast Kosovën se sa e sigurt është nga ky konflikt dhe cilat mund të jenë edhe pasojat. Të mos harrojmë se kur nisi konflikti, autoritetet e Kosovës nxituan të dilnin në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dënuan regjimin iranian dhe riafirmuan sigurisht mbështetjen e tyre për aleancën perëndimore. Ishte vetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila tha se falu udhëheqjes së SHBA dhe presidenti Donald Trump, koha e lirisë për popullin e Iranit po vjen. Si e keni parë të gjithë deklarata, zoti Elimi, a ishte ky reagimi menjëhershëm i Osmanit një pozicion ndoshta strategjik i menduar mirë, apo thjesht ishte një rreshtim automatik pra në politikën e SHBA-ve? Unë mendoj që e dyta më mirë rreshtimin nga SHBA dhe aleati jonë që e përkrah Kosovën dhe e këshyre kontrollon çdo kohë dhe besoj zona Osmani e ka dhënë atë deklarate për me mbështet dhe besoj që e din çfarë force ka Kosova kundrejt Iranit apo në shtete tjetër dhe kjo ka qenë më shumë për opinion dhe për kraje morale se sa për diçka tjetër, po është për të përshëndetur se dim është aleati jonë, jemi me fat që jemi me SHBA-n mes dhe duhet të përkrahemi çdo moment dhe lufta besoj ka qenë e pa paralajmëruar, e pa paraprigatitur edhe për 6 vende në Ballkanin perëndimor, të këtu edhe Shqipërinë, vëllezërit tonë atje dhe të gjithë Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë të jo dhe mund të ketë ndonjë krizë aktuale qoftë në se shtrejtimi i karburanteve, qoftë në gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, mund të krijojë kriza financiare, familjare për çdo familje dhe kjo lën boshllëk dhe mund të jetë hapësirë, por do një krizë besoj që duhet të vi fundi edhe asaj luftës atje në Iran dhe se s'ka qenë të përgatitur në opinione dhe shtetet e Ballkanit perëndimor, sidomos na ku jetojna dhe besoj kjo e rëndon edhe më shumë shportën qytetare dhe çdo qytetar pa marrë parasysh çfarë entiteti është, unë mendoj që kjo luftë atje do të dëmtoj shumë vendin e Ballkanit perëndimor dhe besoj që nuk do të thellohet dhe do të vi një qetësim dhe të ndalet lufta atje
dhe të ullën në çështjen e bisedimeve dhe Irani apo të jetë në çështje bisedime apo me ndërzim varet prej shëbave dhe atje dhe president Donald Trump. Dhe unë mendoj që një luftë sa zgjat më shumë është në dëm edhe vetë shëbave, edhe vetë Ballkanit Perëndimor, po edhe Bashkimit Evropian, se lufta e din shumë mirë çka sjell dhe unë shpresoj dhe kam një sen që do të vi paqja shumë shpejt atje dhe të bija ai regjim dhe të vi një regjim tjetër dhe çfarë do forme duhet të ndalet lufta se nuk i konvenon askujt në lufta. E shërzuerimi nga ana tjetër nëse konflikti në lindjen e mesme do të përshkallëzohet, a mundet të bëhet Ballkani ndoshta një front indirekt për aktorë të lidhur me Iranin? Po besoj këto matematika, këto lëvizje ka bën mirë Amerika dhe presidenti Trump dhe nuk duhet të bie ai investimi, kem thonë se herë zona Grisela se investimi në Ballkanin Perëndimor në 6 vende nuk do të bie poshtë për 20 vite sa ka investuar SBA dhe Bashkimi Evropian dhe këtë besoj kanë të qartë SBA dhe me fat mirë Kosova e ka policinë e vet, EULEX-in dhe KFOR-in dhe besoj Serbia e din shumë mirë se nëse do të merr në politikën do një veprim agresor kundër Kosovës e din çfarë pret, pavarësisht luftës atje dhe besoj që këtë nuk duhet të mendojmë anena, po duhet të jemi vigjilentë dhe organet sigurisë duhet të bëjnë matjen e tyne, policia e Kosovës, inteligjenca, KFOR-i, EULEX-in në bashkërisë dhe bëjmë vlerësimet e tyre se si është situata e sigurisë dhe mendoj është që stabile, po duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të jemi syçelës si hapur kundër armikut tonë shokullor që është Serbia dhe çdo moment ata mund na psojnë dhe me na godit, po besoj që kjo është vesh në termat e tyre ideologjik, po dhe jo status apo veprim se mund të gjenizohen nga NATO dhe nga shteti i Kosovës. E shërzuerimi ndërkaq, mendoni se ishte i mjaftueshëm reagimi institucional i qeverisë Albin Kurtit përballë një krize që sigurisht mund të ketë pasojë globale? Po me konstituimin e institucionit të Kosovës një punë e mirë është bërë votu buxheti i Kosovës se mos të votë që buxheti i Kosovës shteti shkrekin në kolaps dhe as nuk do të kishte pensione, as rroga, po ma në fund ajo bo me procedurë shpejt dhe është çështje jemi një para. Po sa i përket institucionit të Kosovës dhe ka bërë për shtet për popullatën, besoj që është e pakshme dhe jo e dukshme, jo e prekshme, që e pam këto lëvizje politike dhe qeveria në detyrë zotit Kurti dhe shpresojmë të ketë ndihmë për familjet që janë me skanor dhe të gjithë qytetarët të Kosovës dhe mos lënë ndonjë bëshllëkë qoftë edhe në aspektin sigurisë, po edhe në qoftën e për qytetarët të Kosovës, se ato për voton sovran dhe popullit dhe nuk do të ketë diçka të keqe për banorët e Kosovës, por duhet të riafër çdo moment dhe çdo aspekt. Shërzuerimi nga ana tjetër, a mund të ndikojë ky konflikt në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke qenë se presidenti serb Aleksandar Vučić ka përdorur retorik kritike ndaj Perëndimit? Po Vučićin në Rume e dim që aprej si pitina, kem thonë sa herë, besoj që Vučićin e donë Kosovën dhe e mon politikisht në kushtetut për interesat e vete dhe shpresoj tash ato lëvizje që shkan thonë analistët në Serbia se mund të ketë ndonjë njohje apo ndonjë marrëveshje e obligueshme të Serbisë për njohjen e Kosovës shtet pavarë sovran dhe anasertas, kjo është e mirë dhe më në fund vije kapake për gjithë Ballkanin Perëndimor, e sidomos raportet Kosovë-Serbi, njohje reciproke dhe fshisinë të mirë shtetën në tyre dhe kjo është mëse kruciale dhe mëse ma përpara që të vijë dhe çështje tjera unë mendoj që Vučići i ka këto politika shik në nëmë dhe i mban ende për interesat e veta partijake dhe personal dhe diçka nuk ka ndonjë lëvizje që mund të vije në dëm të Kosovës se e thash më herët e din çfarë pret dhe nuk gëzot të luajnë me ndjenjat e NATO-s apo me shtetin e Kosovës se ishte rasti Banjskës që e morën një përgjigje shumë të qartë